Thank you very much for the invitation. Excellent. This is very beautiful. What the record for lesson that any van de How are you? I don't recognize you in uniform. How are you? Pika jone e kalimit, kufitar e Pullatës. Na shkëndërën që tremi Pullatë. Pas të mbarimit të rrugës që lidh Dibrën me Tiranën, Pozava shuva një mapatë që po forcova debar sa Tiranën. është bërë një nga pikat kryesore të hyrje daljeve të udhëtarëve të Shqipërisë dhe jashtë saj. Naj dhe pakista. Me Maqedoninë e Veriut. So Masha Vazemir, Republika Serbë. Duke përpunuar gjatë një dite 4600 udhëtar në hyrje dhe dalje. Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po të dobësojmë kufitan, përkundrazi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, nuk kupton më pak procedura, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo nuk kupton më shumë lehtësi për qytetarët dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Fal rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtar kanë kaluar përmes pikës kufitare të Blatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi i udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas, kishim gati 1.6 milion udhëtarë që është shfrytzuar në pikën e kalimit kufitar në Blat, e dyta pas Qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegohet dhe arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vijmë dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e Qafthanës ashtu edhe ajo e Blatës për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit, sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të Bashkimit Evropian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vendet tona. Dhe puna e përbashkët e ekipeve të dy vendeve në kufi tregon pikërisht se ne adresojmë së bashku shqetësimet dhe siguria jonë është e rëndësishme jo vetëm për vendet tona, por për rajonin dhe më gjërë. Ne herë parë ju dëshiroj ju falenderojmë përzemërsisht ministrit Llamallari për shkak të që kur keni hyrë në punën e ministrit të punëve të mbrojtshme, personalisht keni hyrë në kontakt, personalisht keni kontribuar për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të ku bëhet sot. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë. Do të jetë gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jonë. Në fillim do të fillojmë me kalimi kufitar Qafthanë, pastaj është në rend kalimi kufitar Pika Blat, dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikojë të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për këtë dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot. Faleminderit.
Edhe